Në i lajmë tani se këto... Na monati, direkt e lajme ti. Në ka marrë madhe për lajme. Po ja, të ta them një lajmë. E diti sa kalamaj mund të kesh, që se ke fare i den. Që mund t'i kesh pasur. Që mund t'i kesh pasur. Kalamaj të mi që nuk e di që i kam? Po, me t'i pare të tuat. Po, e ka menduar gjithmonë që mund të kem kalamaj gjithmonë. Jo, me t'i pare të tuat, por jo që je ti babaj, po. A, të më ngjajnë mua dhe të mos jem unë babaj? Po. Po, tipo Hollywoodiani jam unë shumë, fakt mundet që... Ndërkohë, Erioni, po të thot po unë lajta një kam pasur. Që të kam pasur një shkreti. Dhe shkëm të ky lajmë që ka qarkulluar këtë javë dhe mua më ka shastisur. Ashtu, a? Sepse, si pas këti studimi, fëmijët tanë, fëmijët e tu, mund t'i ngjajnë ish partnerit. Pra, ti je në një lidhje aktuale, e ke babajnë e fëmijëve të tu, por fëmija mund t'i ngjajnë një prej ishave. Ja më jada. Sepse ADN-ja atyre is lurking around, do me thonë stillet enden... Imagjinohet kesh dashur në një këshu latin për para dhe të dalë fëmijë. Me ndonjë tipar, thot studimi, nuk është se dojnë gjaj 100%, por mund të ketë ndonjë përzjerje tiparësh, ne mund të bëjmë i meme për këtë gjë, po këtë s'po e them unë, është një studim që ka qenë shumë vite më parë dhe për shkak të rrjeteve sociale tani është kthyer në zë dhe gjithë javën e kam parë gjithandej. Po si mundet kur ADN-ja është e tjetër prindi, domethënë në ngjizje të fëmijët, për mua është e pabesueshme kjo. Ti thua që është e pabesueshme. Absolutisht nuk e besoj, ja. Erionin e kapi frika. Qa frike do më kapi mua, sigur? Marrë nga eksperiencat që ke pasur, po i ke patur më të mira të ngjasin. Kalamajt e mi më ngjajnë mua 100%, kështu që biles fotoa ime i vogël dhe fotoa djalit tim të madh i vogël janë të dyja njësoj. Nuk e kupton dot cila është njëra dhe tjetra. Kështu që nuk kam në një shqetësim. Jo, nuk e besoj se... Nuk e besoj unë këtë. Bën të dalin në Amer Lumi, e kupton? Ore, ju të dy jeni në rregull, po unë kam qaj hallin tim dhe ata që si kam bërë akoma. Po, pra po. Se problemi madh do ishte me thënë të drejtën. Nuk e besoj. Aq më tepër nëse del në një hund kërriç. Po. Ose me në një tipar kështu të zgjedhur huda që në fillim. Në një tipar. Po, Zotin na ruaj. Lajm tjetër.